E di që individuale mund tjetë për secilin pacient se asnjëri nuk jemi njëjtë, por cili është intervenimi më i komplikuar i zemrës, që mundet me pas më shumë komplikime? Pyetje me vend, me thënë drejtën, në çdo intervenim zemrë mundet më kompliku. Do të thotë ka njëherë një koronografi normale, një person që e ka zemrën e shëndosh, me artere të shëndosha, dhe një koronografi komplikohet dhe në vdekje. Pra, për një koronografi që është. Dhe një intervenim që është infarkti akut që gjaset për vdekjen shumë të dhaja, edhe kalohet pas një problem edhe kalohet për 5 minuta. Pra nuk ka një shkencë saktë se duhet që kjo ka me shku gjithçysh mirë edhe që kjo ka me shku gjithçysh keq. Mirë, po sigurisht intervenimet të mos tona që janë, domethënë të ata njerëz të cilët kanë smundje shumë të mëdha të arterëve koronare, që thojmë na lezione kalcifike me kalcium shumë, që janë intervenime që duhet me bë me metoda ma sofistikuar si është rotablatore e tjera, tek ato do të thotë sigurisht që janë potencialisht më të rrezikuara, potencialisht. Jo gjithmonë do të rrezikohet një pacient i tillë ose një pacient tjetër nuk do të rrezikohet. Edhe intervenimet që i thojmë na në left main, në bifurkacione, të cilat dhe evolucion bëhet domethënë edhe në QKK, do është rutinë që bëhet çdo ditë, edhe ato janë komplikimet janë më të shpeshta, edhe komplikimet janë më të rrezikshme. Dallim prej një artere periferike që punohet diku. A shkojnë, e di që mund të jetë statistike pa bazë, por a shkojnë me më shumë komplikime tek burrat apo tek gjinja femërore, operacionet e zemrës, apo nuk më varet? Nuk di, të drejtën këtë pyetje ndoshta duhet me çikirat edhe pak me kqyr. Komplikimet domethënë te femrat zakonisht kanë për shkak gjakderdhjeve, te gjakderdhjet janë pak më të shumta dhe shpeshherë femrat domethënë kalojnë më keq në sa i përket këtyre komplikimeve. Kurse në përgjithësi femrat e moshës njëjtë para menopauzës janë më të mbrojtur nga smundjet iskemike të zemrës, nga smundjet e damarëve zemrës krahasim me mashkujt. Pra mashkujt janë më shumë të rrezikuar për smundjet e arterëve koronare deri në një moshë të caktuar. Në moshën e vjetër, atë na barazohen domethënë si mashkuj si femër. Po.